Mos u dëshpëro kur nga mëkatet e tua, sa do të mëdha të jenë, sepse Allahu i gjithëmëshirshëm premton se fal të gjitha mëkatet për këtë që kthehet me sinqeritet tek Ai. Pendesa e vërtet nuk është vetëm të ndjesh faj, por të ndryshosh, të ndalosh nga gabimi dhe të vendosësh se nuk do ta përsërisësh më. Shumë njerëz kanë menduar se janë të humbur nga e kaluara e tyre, por me një teube të sinqert janë shndërruar në robër të dashur tek Allahu. Kështu, çdo mëkat i djejshëm bëhet një kujtim që të shtyn drejt së mirës, e jo një zinxhir që të mban të lidhur.